Përshëndetje të gjithëve, ju uroj mirëseardhje në edicionin informativ të orës 15 drejt për së në Report Televizion. Do të sjellim ngjarjet e shfrytëmet e deritanishme përgatitur nga redaksioni i lajmeve, fillimisht titujt kryesor. Sot heshtje zgjedhore, nesër mbi 334.000 qytetarë do të votojnë për të zgjedhur 5 kryetarët e rinj të bashkisë pas një fushate që shihet si më atipike pas pluralizmit. 5 bashkit në zgjedhjet parakohshme rezervojnë sfida për drejtuesit e rinj nga borxhet e vjetra tek problemi i menaxhimit të mbetjeve. Vlora kryeson me shpenzimet, ndërsa Ceriku rezulton i mbytur nga borxhet. Në dielën Report Televizion transmetim maraton. €1 miliard nga buxheti i shtetit për vitin 2026 është parashikuar të shkojnë për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale. Kryeministri Edi Rama njoftoi se 15 milion euro do të jepen shtesë për trajtimin e pacientëve me kancer, si dhe rekonstruksion falas të gjirit për gratë që kanë kaluar kancer. Të hënën, Sekretariati i Etikës do të mlidhet për të shqyrtuar kërkesën e socialistëve për përjashtimin deri në 2 muaj të Sali Berishës, i cili ofendoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, për orientimin e tij seksual. Përjashtimet 10 ditë për terma fyes kërkojnë edhe demokratët për ta ulamballën. 2 personazhe të njohur të botës së krimit nga 2 grupe rivale me njëra tjetrën ju sekuestruan pasuri me vlerë 12 milion euro, përfshirë hotele, apartamente dhe llogari bankare. Kristi Qirici, miki të vrarit në atentat, Edmond Papa është i kërkuar nga SPAK për trafik kokaine, ndërsa Adriatik Kalemi është arrestuar për arsenal armësh dhe njihet për hakmarrjen me fisin Papa për prishje të pazareve të drogës. Në Shqipëri, pothuajse gjysma e fëmijëve përjetojnë forma të dhunës psikologjike ose fizike nga kujdestarët e tyre. Duke u kërkuar prindërve që të mos i krahasojnë me të tjerë, psikologët thonë se presioni psikologjik lë pasoja po aq të mëdha sa dhuna fizike. Edhe bullizmi online po shënon rritje mes adoleshentëve. Margarina Dundo, 72 vjeçe, kërkon nga Bashkia e Kuçovës vlerësim dhe kompensim për banesën e saj që rrezikon shembjen. Kolonat janë spostuar pasi ndërtesa ka lëvizur nga themelet. E moshuara ka 6 vite që nuk merr asnjë përgjigje nga institucioni vendor, ndaj sot i drejtohet përmes apelit në Report Televizion. Viktor Orban arriti një fitore në Washington. Donald Trump përjashton nga sanksionet ndaj Rusisë për një vit dy tubacione të gazit dhe naftës me të cilat Hungaria furnizoi dhe është e varur në fushën e energjisë. Në këmbim Hungaria do të blejë $600 milion gaz të lëngshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të shkëputet nga varësia ndaj karburantit rus.